Fatkeqësisht në Vlorë nuk i është dhënë ende zgjidhje e djegjes së mbeturinave. Sërish pak minuta më parë, fusha mbetjeve ka marrë flak. Atje ndodhet gazetari ynë Mikel Marsi. Mikel, të përshëndes. Përse është ndezur sërish ai mal me mbetje? Doris, të përshëndes, në fakt asnjëherë nuk ka gjetur qetësi fusha e mbetjeve urbane të qytetit të Vlorës, ndërkohë që ne kemi raportuar shpeshherë për zjarret her pashershme në këtë zonë, por edhe ditën e sotme, edhe pse mbetjet urbane nuk grumbullohen më në këtë fushë, ajo sërish ditën e sotme rreth orës 13 është përfshirë në flakët, një zjarr i cili ka krijuar jo pak shqetësime, jo vetëm për banorët e lagjes kushtrimi ku ndodhemi aktualisht, por për gjithë qytetarët e Vlorës, por edhe turistët që janë aktualisht në qytetin e Vlorës. Në fakt, ende nuk dihet shkaku i zjarrit, ndyshohet se mund të jetë zjarrvënie e qëllimshme nga banorët e zonës, por ende policia nuk ka vënë në pranga autorët e dyshuar për këtë zjarrvënie të qëllimshme. Por ajo që bie në sy është zjarri toksik, tymi toksik i cili qarkullon në ajër në gjithë qytetin e Vlorës. Edhe pse janë forca të shumta të zjarrfikseve, gati 25 forca zjarrfikse dhe 3 mjete të cilët kanë punuar nga ora 1 ose nga ora 13 deri në këto momente, zjarri siç duket pas me vijon të jetë aktiv. Edhe mjetet e rënda të bashkisë janë duke punuar dhe duke kapsuluar me dhe këtë zonë e cila është e vetmja mënyrë për të mbuluar dhe për mos patur më situata të pazakontshme siç ishte edhe ditën e sotme. Ne shpresojmë që në ditën e vijim ku do të jetë edhe fluksi më i lartë i pushuesve, mos të ketë situata të tilla, pra zjarri në fushën e mbetjeve të qytetit të Vlorës. Qartë, falenderoj Mikel Marsi.